prokuroria dhe gjykata kanë përdorur masat më lehtësuese që mund të përdornin ndaj Lubi Ballukut dhe Edi Ramës. Për të mbrojtur Belinda Ballukun, prokuroria ka qenë lehtësuese, sepse cili do që lexon akuzën e saj, konstaton se kemi të bëjmë me një grup të strukturuar kriminal, keqbërës të poshtur, që janë sjellë me paratë e takspaguesve shqiptarë në mënyrën më banditeske, që kanë vjedhur dhe shpërdoruar me dhjetra qindra milion në bashkëpunim njëri me tjetrin, dhe lëshimin e urdhit të arrestit për Lubi Ballukun, që po vazhdon të prish prova në bashkëpunim me aparatin e Këshillit të Ministrave ditë e natë. Akti i parë, për mendimin tim, që gjykata duhet bënte të refuzonte shqyrtimin e kërkesës, sepse ai vendim është në përputhje të plot ligjore me kuadrin ligjor të Republikës së Shqipërisë. Madje me kuadrin e ri ligjor të Republikës së Shqipërisë. Mba mend Anduena, para disa ditësh ishte kryeministri duke mbajtur një fjalim për mënyrën se si Spaku po e pezullonte nga detyra, i kërkonte procedim penale gjitha me radhë, dhe mua më bëri përshtypje vetëm një shprehje. Sepse unë Rama, nga që e du shumë, e ndjek gjithkohës. Nuk mund të hidhet të fëmija ata me ujin e pistë. Edhe kthehem gjithë memorjes time, hap bloqe që mbaj shënime për Ramën, për Samir Tahirin, përgjegjësia personale. Kalojmë poshtë. Beqaj, përgjegjësia personale. Ahmedaj, përgjegjësia personale. Për çdo lloj njeriu, përgjegjësia personale. Se kishin ngrënë darda, fiq, kumblla, gjitha me radhë. Tek Balluku na doli fëmijë. Tani, cili mendoni juve se është kordoni umbilikal që i lidh këta të dy? E gjëmi Ramën dhe kthehemi? Duket e. Është e qartë. E qartë. Pra është e qartë që në rastin konkret ku tuneli në kuptimin po themi metaforik, po them, i ka zënë 50 milion euro, i kanë zënë poshtë qeverinë, Ramën edhe Ballukun. Pra ka rënë tuneli, por ka rënë me 50 milion që edhe i ka palos të dy. Inshallah dhe nuk mos ndodh kurrë që të ketë gjë me tunelin, se është tek njerëzish. Por tuneli ka rënë në mënyrë të plotë bashkë me 50 milion euro dhe i ka zënë të dy poshtë, sepse në rastin e tunelit Llogaras, Edi Rama është në Ankara dhe është kompania që ka marrë tenderin e njëjta kompani që ka denoncuar Arben Ahmetaj në intervistë televizive, duke thënë që ky rast ka qenë me 140 milion euro, ka shku me 190 milion euro, se dhe mbrojtja po themi propagandistëve të qeverisë ka qenë kjo që është bërë për arsye gjeostrategjike. Pra kemi bërë korrupsion, por korrupsion gjeostrategjik. Po është termin korrupsion se prokuroria thot është pavarësisht tjetër. Ky është termi. Kemi bërë korrupsion gjeostrategjik për arsye të strategjisë politike. Biles mallkimi i Ramës është që nuk e njeh mirë gjeopolitikën. Edhe ajo që quhet si korrupsion gjeopolitik i ka bërë autogol vetes, sepse ka përplasur dy fuqit NATO-s, po të cilat nuk kanë raporte të mira me njëra tjetrën, përkatësisht Turqia dhe Greqia, po i përket një teme tjetër, s'do rrim të flasim atë. Çfarë po thoje dashur? Po thoja meqense e bëre pyetjen dhe na i drejtove të dyve, me pyetjen popullore, me atë shprehjen popullore që mua Rama nuk më duket pa gjë në thënien e këtij perceptimi, pra. E krahason Belindon me një fëmijë dhe ndërkohë flet për ujëra të zeza. E ujë pist. E pra, ujë pist, ujëra të zeza. Domethënë ujë pist është kur ti del nga balta. Kush është ujë pist në këtë histori? E pra kush është edhe kush është fëmia? Tani, ose këtu Rama flet me një retorik dhe i drejtohet se kush është karagjozi duket. Dikujt, kush është fëmia dhe kush është ujë pist. Ujë pist është Erjan Veliaj, për mendimin tim. Nuk mund t'i bashkoj të dy. Fëmijën me ujin e pist. Ose po mbrojmë veten. Unë them ta ndjekim pak edhe të kthehemi në studio. Patjetër. Ta ndjekim pak, se është interesante.
Pezullimi është vendim i një gjykate që ne do ta përcjellim në gjykatën kushtetuese si një akt brutal ndërhyrje në pavarësinë e pushtetit ekzekutiv. Dhe gjykata kushtetuese duhet të na thotë se cili është qëndrimi i saj bazuar me Kushtetuën e Republikës së Shqipërisë. Pra nuk jemi në kushtet kur duke ndërhyrë me forcë në pavarësinë e ekzekutivit mund të diktohet ndonjë lëvizje e qeverisë. Kështu që për periudhën që flasim, qeveria e Shqipërisë nuk ka zëvendës kryeministër dhe nuk ka një ministër të infrastrukturës dhe energjisë që funksionon. E dënojmë brutalisht, tha i madhe. Tani kam një pyetje se nuk e kisha parë me kaq vëmendje, e lexova reagimin, por nuk e kisha parë. Kur aktron Edi Rama, mendoni ju dhe publiku, kur i ndodh që arrestohet Erion Veliaj dhe i bita Volinës, edhe është i shqetësuar realisht, apo kur ka këtë qetësinë, se janë dy raste të numrave dy. Po jo, ka dy reagime të ndryshme përveç gjuhës së trupit. Pra në rastin e arrestimit të Erion Veliajt, Edi Rama doli dhe pati një batare sulmi ndaj Spakut. Ai ishte ky, e pati se këtu thotë që jo po respektojnë drejtsinë. Aty ju turr. Me nerv, me kështu, madje nxori, mbani mend që doli një video që i rata Volinës me një gjuhë të saktuar. Aktron atje apo aktron këtu? Apo aktron dy rastet? Se ka dy qëndrime që janë të qarta. Politikisht e lexoni ju. Dhe një pyetje tjetër. Po gjithë secili e mendon vet, po ka dy standarde apo? Meqense thotë që unë them atë që bëj atë që mendoj, që këtë e ka të vjetur nga ish presidenti amerikan, meqense era fjala, po meqense e thotë. Tani e dyta dhe thelbësore, pra çështja thelbësore. Ore dakord se drejtësia duket kështu, Spaku është kështu, kjo vendimarrja me këto procedura dhe kështu. Ore ky është i shqetësuar se aty duket që ka një paracaktim. Ose po që janë falsifikuara do të prokurorisë pastaj tjetër gjë, po duket që këtu paracaktohen gjërat. Ora ka shqetësim kryeministri që nuk paracaktohet? Apo ka shqetësim që pse i thonë që ore këtu i paracakton se i duket normale? Me sa duket ky kryeministër i ka normale këto gjëra. Se nuk i bën përshtypje. Se çaj duhet një kryeministri për varcën se duhet ta themi e ka varcë ministrën edhe zëvendës kryeministrën, se mbase mund të ketë një keq kuptim. Për varcin e vetë që shikon, që paracakton në mënyrë të caktuar se kush do t'jetë këtu, se kush do t'jetë atje, a ka ky një mënyrë reagimi që as kërkon dorëheqjen, as nuk e shkarkon? Dhe jo vetëm kaq, po në mënyrë aktive, qeveria, Këshilli i Ministrave, bën kërkesë në gjykatën kushtetuese se kjo mund të ishte për shembull për rast tjetër, se këtu mund të ketë merakun e vetaj. A mundet që prokuroria e posaçme me një vendim gjykate të gjykatës së posaçme të GKK-s të pezullojë kryeministrin nëse ai kryen krim, po themi, apo shkeli ligji? Se ky është thelbi. Si ka mundësi, apo si mund të ndodhë? Se njerë në pjesën e parë diskutuam që a ka, po themi, fuqi Spaku që ta tharrasë dhe ta toj, duket që s'ka. Dhe dyta është që nëse ja pa mundëson në këtë formë, ka grushtete praktikisht, nëse i shkon një shkres kryeministrit, i thot që i pezulluar nga detyra, se i kapur në këtë shkelje. Ai thot nuk iki unë, për rri me zorë. Në fakt. Pra bien të gjitha institucionet dhe këtu jemi te kjo logjika që nëse do të kishte marrë, po themi, moralisht, politikisht, ligjërisht, këtë vendimarrjen e parë të shkarkimit apo të largimit, nuk e pengon të gjetë çonte për interpretim një nend kushtetutës për të kuptuar që ora i vjen te vetja. Po këtu ky është diskutimi